Përshëndetje bukurosh, fjalët e Eronitës që zbulojnë më shumë se sa duket, Blero në një fazë krejt tjetër të jetës. Javë më parë, Blero i dha fund beqarisë për herë të tretë, por këtë herë duket se historia po shkruhet ndryshe. Larg dramave, larg zhurmës dhe spekulimeve, këngëtari po shijon një periudhë të qetë dhe të ngrohtë emocionale në krah të bashkëshortes së tij, bukuroshes nga Prizreni, Eronitës. Prej ditësh, çifti po tërheq vëmendje me paraqitjet e tyre diskrete, por plot domethënie. Nuk ka poza të tepruara, nuk ka fjalë të mëdha, vetëm momente reale që flasin vetë. Dhe pikërisht një i tillë ka ndezur rrjetet sociale. Së fundmi, Eronita ka publikuar një imazh në Instastory, ku shihet krah Bleros, teksa kanë dalë për të pirë së bashku. Një moment i thjeshtë, por që mbart shumë ndjenjë. Ajo e ka shoqëruar fotografinë me fjalët: "Përshëndetje bukurosh", një përshkrim i shkurtër, por tepër i fortë emocionalisht. Në foto, Blero shfaqet me një qëndrim serioz dhe të përmbajtur, një pamje që ka bërë ndjekësit të ndalen dhe të komentojnë. Shumë prej tyre kanë vënë re se këngëtari duket më i qetë, më i pjekur dhe më i përqendruar se kur më parë, si një njeri që e di saktësisht çfarë do dhe kë ka zgjedhur pranë vetes. Reagimet nuk kanë munguar. Komentet kanë qenë të shumta, ku ndjekësit kanë vlerësuar harmoninë e çiftit dhe mënyrën e thjeshtë, por të sinqertë, me të cilën ata po e jetojnë këtë kapitull të ri. Edhe pse kjo është martesa e tretë për Bleron, shumë kush po e sheh këtë lidhje si më të qetën dhe më të balancuarën deri tani. Një dashuri që nuk ka nevojë për zhurmë për t'u ndjerë, por që reflektohet në gjeste të vogla dhe fjalë të thjeshta. A është kjo dashuria që më në fund e ka qetësuar këngëtarin? Një gjë është e sigurt, Blero dhe Eronita po e jetojnë këtë histori me ndjenjë, sinqeritet dhe pa frikë ta tregojnë. Dhe pikërisht kjo po e bën publikun të flasë. Po ju pëlqejnë videot, na bëni subscribe dhe shihemi në videot e radhës.